E ka lënë Austrinë për të kthyer në Kosovë dhe ka hapur firmën e tij Drenica. Qysh kena punu në Evropë, me punu të njëjtën punë, edhe në punë tonë 100% ja vlen. Sa nxjerr për shembull këtu për 2 muaj ditë, atje nuk mundesh me nxjerr tan vitin. Çka ke punu në Austri? Si ke shqiptar, mboshtell. Zogj ki këtu brenda I kemi 3500 brafërsisht. Prej ditës parë kur ti morëm zogj, i rrejsim vet 45 ditë. Në ditën e 45 i qesim shitje. Sa ke investuar në këtë biznes komplet? Po ka shku dikon rreth afër 50.000 euro. Po, në një zog e marrim gjallë të 2 cent, pastaj na i qesim shitje me 6 euro. Sa mundesh me nxjerr komplet vitin? Po dikon për 25.000 zogj, dikon 100.000 euro, 130.000 euro bruto. Përshëndetje për të gjithë miqt e mi, nga unë Eliona. Jemi sot në fshatin Runik të komunës së Skënderaj. Jemi ardhur për të takuar sot një fermer që ka ardhur nga Austria, pra e ka lënë Austrinë për të kthyer në Kosovë dhe ka hapur firmën e tij Drenica. Jani bashkë me mua që ta takojmë. Trimar tregom çysh ke filluar me u marrë me fermë, ka të lindi ideja? Me fermë, kam filluar me marrë kur kam kthy për Austrisë. Se prej vitit 2018 deri vitin 2024 kam jetuar dhe kam punuar në Austri. Pastaj më lindi ideja më kthy në vend me investu në vend. Se si në vend s'është kërkon. Dhe pastaj u ktheva 4 vite kam jetuar atje, u ktheva edhe investuava në firmën, shpesheni firma Drenica, e bëjmë rritjen e zogjve, edhe përfitimet janë të mira, nuk është keq, sa nxjerr për shembull këtu për 2 muaj ditë, atje nuk mundesh me nxjerr tan vitin. Edhe mendova më mirë me investu në vend tam. Çka ke punu në Austri? Si ke shqiptar, mboshtell. Pra, do më thonë nuk ja ke dalë me rrugën që e ke marrë atje, sikur këto që shë banë punën? Jo. E po, tregom, çysh të lindi ideja për me fillu këtë firmë? Po më lindi ideja se ndjallën e mi që se ka merret me këtë punë dikon që 15 vite, pa nuk e ka kështu me firmë, po merret me biznes vogël të shtëpia. Tani me të kallëzu drejten, i mura lakmija tina edhe e hapa edhe tema. E ke hap firmën tonë, sa punëtori ki këto ti? 2 punëtorë, edhe në vetë 3. Qysh mundi me ja dalë jo, do më thonë 3 persona për me punu, sa zogj ki këtu brenda në firmë? I kemi 3500 brafërsisht. 3500, do më thonë 3500 zogj, jo i mbani, do më thonë, veç 3 persona. Po, veç 3 persona. Sa mundeni me ja dalë kësaj pune? Po, është pak punë e lashme, po me sakrifica, me mund, ja dalëm disi. Qysh e menaxhon ti këtë punën tënde, sa e ki të vështirë? Po, është e vështirë, kogja shumë, po me këshyrë tash, qysh kena punu në Evropë, me punu të njëjtën punë, edhe në punë tënde, 100% ja vlen. E për që ata, veç do të më nalë me mendu, sa kena punu për tjetër kanë, e sa kena punu në Evropë, më nalë me punu në vend tonin, është këtë ndryshe. E për që ata ja vlen. Qysh e kanë prit prindët tu kur je kthyti në Kosovë dhe ke filluar? E kanë prit qysh është mas mirë ti, më shumë gëzim. Sa ata çdo herë më kanë thonë më kthy, derisa mora vendimin vetë edhe u ktheva. Sa ata kanë besu në ato fillimet e hapjes biznesit tonë, sa e kanë besu punën tonë që kimi ja dalë? Vallai ma kanë besu, pa kanë pas frikë, se hera e parë, po ma kanë besu edhe kanë pas për krahun e tyre, edhe që qysh përshe edhe vetë. A mundemi me hy me pasë qysh duket brenda? Pra po e shofmi se është, do më thonë, gjithë pjesa e mbushon prej tyre. Po. Tha që janë 3500. Po, për momentin i kemi 3500. Sa qysh i bjen me i ndot, kallëzama pak qëtë pjesën që pote me gjenerata? Me gjenerata çdo 45 ditë. 45 ditë prej ditës parë, kur ti morëm zogjt, i rrejsim vetë 45 ditë. Në ditën e 45 i qesim shitje. Pastaj kur të bëjmë këtë shitjen e zogjve, e pastrojmë fermën, e dezinfektojmë, i porositim zojt e tjerë edhe vazhdojmë me gjeneratën e rej. Okej, tregom trimar pak sa ke investu në këtë biznes komplet? Po kina investu se kjo firma o kanë kështu, po o kanë pak e kalt. E kena marrë prej fillimi, e kena renovu me forcat tona, edhe e kena punë këtë gjendje tash qysh është. Po ka shku dikon rreth afër 50.000 euro. Qysh ka arë puna që u kallë, do më thonë firma në fillim? Po një këjshi këto, e ka bën e zjarmë të dhe ka marrë flakë edhe firma.
Do më thonë e ke rikthy prapë, do më thonë në gjendje që në shukon. gjendje që shukon. Sa ka pas ende ma shumë, do më thonë, nevoj për me bo ma shumë këtë biznes? Po ka pas shumë punë, se o ka këtë panelat e dëmtune, o ka sistemi i dëmtun, këtë çdo sa në konë e dëmtune. Tani këna marrë prej fillimi rrymëra, dëmtune, këtë prej fillimi, do më thonë, si me ndërtu një prej fillimi. Ashtu ka pas punë. Sa ju nevojitet për shembull krejt zogje për me pas ushqim, a duhet do më thonë një mas e madhe e tyve se kur janë 3500? Po, është e vërtet, dikon 15.000 kg deri 20.000 kg shkon deri në përfundim me koncentrat, pastaj rryma, ilaçet, këto krejt. A mundesh me na treguni shumë për shembull sa bëhet veç ushqimi tyve? Veç ushqimi tyne, Po. po dikon afër 10.000 euro. Afër 10.000 euro? Po. Veç ushqimi? Veç ushqimi. Okej. Varet edhe prej sasisë sa e ki. Sasia sa më e madhe ushqim aq më shumë. Sasia më e vogël ushqim më pak. A mendon që kemi u zgjeru ende me biznesin që e bën? Po, kësë me në tardhen, po mendoj me hapë edhe një fermë, ofër saj në këtë, po në këtë vetë dëna me vazhdu veç me këta. E tjetërën vetë kësmet, dëna me ndërtu edhe një tjetër ofër sajna. Në më thonë njëjtë, me zëgjë që i ki kështu me njëjtën bërë punë, pjesën tjetër. Vetëm me punu me dy ferma. A mendon që kemi u zgjeru ende me punëtor, me krejta? Po, në tardhen, po, besoj po. Sa mundet me konë shuma më e madhe që i mbulon krejta nevojat edhe me rrymë, me krejta për shembull që duhen brenda biznesit tonë? Brenda biznesit, brenda mujit. Po. Po brenda mujit, për shembull, vetëm koncentrati, dikon 5.000 euro del. Vetëm koncentrati. Pastaj rryma, ujë, këtu veç ofër 6.000-7.000 euro. Trimar tregom sa e blejnë për shembull të një zog. Po, në një zog e marrim gjallë të 2 cent, pastaj deri në përfundim, kjo do të me shku 45 ditë. Deri në 45 ditë, pastaj ne i qesim shitje me 6 euro. 6 euro e qetë në 6 euro e shqitje. qetë shitje, po. Do më thonë, a blehen me, a është një shumë taman që duhet me e pas? A ju duket për shembull njerëzve shtrejt për tregun që e bajmë sot? Jo, nuk i duket shtrejt se është shumë e përballueshme. 6 euro sot çdo njeri i ka për me blej për shembull një zog. Edhe është tamam se këta fermat e kanë të njëjtin çmim. Po. Apo kupton, edhe na kanë vendosur që është të njëjtin çmim me basi këtë fermat Kosovë që janë. Kur është momenti që ti e shet për shembull një Po zog? sot është dita e 25 të tyne, edhe 20 ditë këta dalin shitje. Do më ditën e 45, mundesh me shit shitje. Sa mundesh me i shit për shembull për një ditë? Po tash për momentin kam porosit shumë, edhe para se me dalë shitje kam porosit shumë. Po nuk shkon 1 javë, 2 javë maksimum me këta i shesin kërë. Do më thonë, është një pjesë ku ti përfiton për i kësaj, edhe kur ti shet, do më thonë, merë 2 herë ma shumë. E vërtet. Tregon pak tregu në Kosovë, qysh duket që është? Po tregu në Kosovë është mirë, se në Kosovë ka munges mishit. Na me mish nuk mundë me kry në Kosovë për gjahet, se është shumë munges e mishit në Kosovë, edhe blejnë njerëzit. Sa zogjë mundesh me i rritë komplet gjatë vitit? Po me hecë mirë, diko 25.000 për këtë vitin, 5 gjenerata në vit. 5 gjenerata në vit. Sa është për shembull një pjesë e caktuar e tyre ku nuk mundesh me i shit. Për shembull e ki tregun që ke dalë me i shit, po një pjesë e madhe të mbetet. Qysh është ajo procedura? Po është ajo procedura që edhe nëse mesin, na i mojnë këtu në fermë, i ushqejna, si për çdo ditë njëjtë qysh e bajna derisa vinë njerëzit, i blejnë, i shqejsim, derisa të jekum krejt. Pa i përfundu krejt këta nuk mundesh me pru gjeneratën e rej. A ki për shembull ndihma edhe prej familjarëve që ta ndihmojnë biznesin me uzgjeru ende? Valla për momentin veç për familjarët ngusht po, prej babës, nanës, vllavët, motrës, prej tjetër kujna jo. Nëse veç një ditë kish me ardhë dhe me undryshu për shembull mendimi jot, a e kishe shit ndonjëherë këtë firmë? Jo, nuk e kisha shit. Se e di që kum hek në gurbet sa jam kanë, kum hek për çdo sen, kum vujt dhe më dha për qëtë ven, e tash jam këthy, kum vendosë më këthy, e për që ata nuk e shes, edhe sot është kismet ka me punë. Tregon pak qysh e shefti një pjesë
të madhe të shoqërisë që nuk dojnë thanë në thojza me punu me firma? Valla, unë e kisha sugjeru tonëve më merë, ju veç me këtë lami, po me bujqësi me çdo sen që merë shko përfitime. Ju kisha sugjeru ketëve më merë me këta, ju me dalë, veç këtë, me hargju paligë. A e kështë ndru nëjherë, do më thonë jetën në fshat me ato të qytetet? Jo. Pse? Jo, se kisha ndru. Se qyteti nuk sjell përfitime kur gjo heq, do me ose dhe qyteti veç keme hargju. Këto ki përfitime, e ki punën tane, që është me ngjes, punën, jem punë tane, edhe çdo herë është më mirë. Qysh kishte me konë një mesazh joti për krejt ata që nuk dojnë për shembull me punu me firma, me biznese bujqësore, kundraj ti qysh e bën punën? Mesazhi jam i shkon, njëherë më janë nis, e tani besoj që këtë kishin vazhdu me punu me këtë profesion, me bujqësi, me çdo sen që merresh. Tregom Trimar, sa mundesh me nxjerr komplet vitin me firmën tonë? Po dikon për 25 mizash, dikon 100.000 euro, 130.000 euro bruta. Pastaj shpenzimet e këto, po me jetu mirë është. A e kishe ndru, tregom për fund, firmën me një punë nëse veç tu kishe ofru jashtë shtetit, shumë e mirë që e ke pas, edhe me një tarë me shumë ati mirë se këtu që je. A e kishe ndru nëjherë? Po, faleminderit, kjo është pyetje shumë e mirë, po ju, sot më me ebë një shtetësinë e Gjermanisë, se ta Austrisë nuk shkoj më, nuk e ndroj. Nuk e ndronë ma? Jo. Edhe nëse veç të ofrohen ai jetë? Jo, hiç, s'ka shansa. Tregon pak për fundi mesazh tonin për çus që ja u kushton krejt po thojna bashkëmushatarëve tonë, me ju tregu që ja vlen për shembull me punu edhe me firma edhe me bujqësi edhe me krejt ato. Po ju kisha sugjeru krejtve dhe moshatarëve të mi, ju kisha thonë që edhe kush është gërbet, më kthy një herë me për unë vend vetë, se çto jena lindë, çto jena rrit, e pse mos me vazhdu në vend tanë me punu. Ju kisha sugjeru krejtve më kthy, që e kom bëhone edhe me punu, më merë me çdo sen që të merresh vend tanë ja vlen. Faleminderit shumë Trimar. Faleminderit edhe juve që keni gjetur kohë.